Lufta nis në sekondën e parë. Eduard Kuqi kërcënon drejt për drejt. Këtë sezon do t'i djegte gjithë ja përke ka ish banori. Rikthimi i Eduard Kuqit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Këtë sezon ka bërë që temperatura në rrjet të rritet në maksimum. Edi nuk ka humbur kohë. Ai ka shkaktuar kaos që në momentin e parë të klipit prezantues, duke treguar se synon të jetë banori më i rrezikshëm i këtij edicioni. Me një ton të theksuar dhe me syt plot zjarr, Kuqi shpërtheu me paralajmërime të forta dhe kërcënime që lanë të gjithë pa fjalë. Deklaratat e tij provokuese kanë ngjallur reagime të menjëhershme. A synon ai të hakmerret për edicionin e kaluar? Nga mënyra se si drejtohet kamerës, le të kuptohet se këtë herë nuk do të kursehet me asnjërin nga banorët e rinj apo të vjetër. A do ta çojë lojë agresive të tij deri në fitore, apo do të shkaktoj përplasjen më të madhe që ka parë ndonjëherë shtëpia? Abonohuni në kanalin ton për të marrë lajmet më të fundit nga shtëpia më e famshme në Kosovë.